Drejtoria Luizni Tartan Lame vijon të shpreh interesin e tij për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës. Në një prononcim për mediat, Lame tha se është i gatshëm të kandidojë për kryetar bashkie dhe njoftoi se kandidatura do të zgjidhet përmes diskutimit publik. Vazhdojmë të handuar. Unë kam bërë publike sa herë jam pyetur për këtë, sepse jam qytetar i këtij qyteti, por jam në pritje që pa diskutim kam bindje për këtë që do ketë një diskutim publik brenda radhëve tona apo brenda partisë për konkurimin e kandidaturave dhe për nxjerrjen e kandidaturave në fund. Duke folur për procesin e legalizimeve, Lame ju ka bërë sërish thirrje institucioneve të zbatojnë ligjin për ndërtimet pa leje. Janë disa qindra institucione shtetërore publike, të cilat për gjatë viteve kanë ndërtuar pa leje. Në këtë listë prej qindra institucione shtetërore do rreshtoja të parin vetë Aluiznin, i cili në vitin 2008 ka ndërtuar shtesë kati pa leje. Është e paimagjinueshme që një shtet të ndërtojë pa leje në një kohë që ka ligje që dënojnë qytetarët që e bëjnë një gjë të tillë, për më tepër kur ka edhe ligje për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Drejtoria Luizni tha se gjatë procesit të vetë deklarimit, qytetarët kanë deklaruar 427.000 ndërtime pa leje.